Rikthehemi live në program, me mua është Iris Lorasi, kandidate e Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Më mbrëmë Iris, faleminderit që më mësoni kënaqësi. Prisia Gjikoni rikthehet nga sulmi i dieshëm ndaj Lulbashës. Përshëndetje Prisida. Megjithatë, rasti i Irisit është një rast tjetër, pasi ti Iris vjen nga shoqëria civile, patjetër. Besoj ke nguruar pak sa ta hedhësh të hapin finalet e politikës? Absolutisht, po, sepse është një hap i rëndësishëm fakt kur ti kalon nga një botë totalisht ndryshe. E angazhuar, po e pa angazhuar politikisht. Dhe futesh në politik, ku gjithsesi duhet ta pranojmë që është një lloj formacioni jo vetëm politik, po edhe pak ushtarak, nga pikpamja që Okej, ka disiplinë politike. Politika ka disiplinë. Ka këtë lloj disipline. Dhe veçanërisht ti e shikon këtë gjë në fushat, edhe mua më bën sens, në fakt, me thënë drejtë. Ti Iris je brenda listës së quajtur të sigurt, kështu që kjo në farë mënyrë të lehtëson edhe faktin që ti je në fillesat e temi e aktivitetit politik. Edhe në fakt mendoj që, do me thënë, ja kam bërë këtë pyetje vetes, që do kisha unë vërtet shumë hapësirë, pavarësisht faktit që ti je një republik edhe njerëzit njohin, në fakt kam kuptuar që është një eksercise totalisht ndryshe. Dhe në qoftë se ti nuk ke disa lidhje me strukturat e partisë, dhe nuk janë disa lidhje që ti i ke pasur përpara, 2 muaj kohë është pothuajse e pamjaftueshme për të bërë realisht fushat. Dhe do ishte, do me thënë, jo njerëzit që futen për herë të parë, nuk janë të avantazhuar, krahasuar me ata që janë deputet aktual, për faktin që i kanë lidhjet me partinë, kanë lidhjet me komunitetin, kanë lidhjet me militantët e partisë. Për këtë arsye them që kjo ishte ndoshta një nga format e zgjuara për ta rinovuar partinë, ku disa njerëz i fut në një listë të mbyllur, sepse e di që po ti hedhësh në atë tregun e votave, në xhunglën e votave, nuk është se do kishte një shans shumë të madh. Mundësinë ty që ta vëzhgosh pak më me qetësi gjendje në terren të temi të votuesve shqiptar. Atëherë, sondazhet e tregojnë Partinë Socialiste në një avantazh dyshifror, pastaj se sa është dyshifror ai varion, shkon nga 10, 13, 14, 15, nuk e di. Sondazhi ynë dhe Anxhir Çerke e nxjerr Partinë Socialiste pothuajse 15 pikë mbi Partinë Demokratike kokë në kokë. Që është një rezultat të jemi tragjik për Partinë Demokratike, por dikush më thotë pa i justifikuar për Partinë Socialiste pas 12 viteve pushtet. Prandaj doja të di cili është humori i njerëzve me cilët ti takohesh në rrugë. Shiko, ajo që A ka pak kënaqësi nga njerëzit? Patjetër, se 12 vjet në pushtet, patjetër që të konsumon politikisht, edhe patjetër që bën dhe njerëz pak kënaqur, dhe ata që ti bën pak kënaqur janë pjesa brenda grupit të Partisë Socialiste. Majtët janë pak kënaqur. Po patjetër, se ata janë gjithmonë pak kënaqur pjesa tjetër, do me thënë është atyre të bësh çfarë duash prapë është. Do me thënë ti bëj çfarë duash, ata nuk do kthehen kur të votojnë për ty. Po flas për këtë pjesën që janë votues të së majtës. Ka dhe njerëz që janë të elektoratit gri, që do me thënë ti duhet kesh një ofertë fantastike. Dhe në fakt unë mendoj që kjo mund të jetë një nga arsyet që pse kryeministri e filloi me 84 vota dhe ka dalë tani ke versioni me 71 vota, për të motivuar njerëzit, sepse ka dhe shumë njerëz që shohin sondazhet në të gjitha outletet e medjave, që nxjerrin Partinë Socialiste fituese, dhe në fakt jo thjesht fituese, po e nxjerrin me 50%. Eksakt. Kështu që dhe në fakt unë mendoj që kjo është arsyeja pse edhe kryeministri ka ndryshuar diskurin dhe thotë 71 vota. Pra jo sepse mund të jenë ulë kuota. Jo për çështjet ulë të kuotave, por parashikon pjesën që mund të ketë shumë njerëz nga e majta që për një arsye pak kënaqësie të vogël, për një arsye XY, le shohin që vota ime nuk bën dëm dhe po shkohen. Ne nuk bëjmë ndonjë dëm, këta prap do fitojnë, po ikim plazh ose po ikim në mala dite dhe nuk po shkojnë të votojmë. Në fakt, u mendoj që njerëzit duhet patjetër të shkojnë të votojnë, e para se asnjëherë fitoria nuk është e sigurt, asnjëherë sondazhet kanë lidhje patjetër me një pritshmëri dhe një perceptim, po në fund ditës ngelen perceptim. Dhe për këtë arsye mendoj që njerëzit duhet shkojnë dhe ta hedhin votën e tyre 11 maj, sepse është e vetmja formë vërtet që partia që ata duan edhe që mbështesin të ketë mundësi të fitojë. Do doja atëherë të flisim pak, besoj me që edhe Irisi është te temi e përshtatshme për këtë lloj diskutimi Brisida, tek fushatat që ne kemi parë. Unë bëra një editorial ku e cilësova, po është bindja ime, kjo nuk e di si e shikoni ju, po mund ta diskutojmë që nuk është fushata më pak e bukur, po e them për e delikatesë, po unë e thash troç, është fushata
më shumëtuar që ne kemi parë ndonjëherë në këto 35 vite. Nuk e di nëse mund të flasim për këtë. Ju si e shikoni? Ma më duket si një fushat pa emocione në fakt, si e zvarritur që hajse do e bëjmë si adet. Ndoshta Berisha nga që është i fikur jo vetëm nga mosha, por nga idet, nga stafi që ka rotull, nuk ka arritur të krijojë frymë opozitarizmi, ose dhe personazhe që kishin sharme dhe vërtet mund të jepnin një tjetër imazh partisë të Berishës. Ai i largoi, ka dërguar ke listat e hapura, ata janë në një xhungël që secili punon për votat e tij. Kurse Partia Socialiste është historikisht, ne dim shumë mirë që gjithmonë fushatën e ka mbajtur në mënyrë vertikale vetëm zoti Rama. Nuk është se ka një kolegjialitet ose shumë figura të cilat bëjnë polemika ose kanë edhe është dhe aftësia e oratorisë për të bërë debate televizive. Në pak kësaj radhe, socialistët janë shmangur dhe formalisht debateve. Po. Ju duket kjo një gjë e drejtë? Unë mendoj që është urdhër i Ramës, sepse... Jo, e pyeta është një gjë e drejtë apo që është urdhër i Ramës? Nuk është e drejtë, por më ne dim që Rama ka shumë skelete sertar, mos harrojmë vetëm njerëzit që kanë në SPAK dhe në mbrapa ekurave, ndoshta përpiqet dhe ta menaxhojë atë pjesë vetë, sepse ne dim shumë mirë që Ramën kur e pyet për një gjë që mund përgjigjet për 5 minuta, ai e zgjat 5 orë dhe u mbet edhe fillin e pyetjes ai që ka bërë pyetjen. Është aftësia e tij. Kurse sa për Irisin, unë do e vlerësoja shumë që ka hyrë në listën e Partisë Socialiste, sepse po të shikosh në listën e Partisë Socialiste të lista e sigurt e Tiranës, nga kandidatët që janë vetëm 8 janë gra, 12 janë gjithsej, 8 janë gra vetëm... Jo, vetëm 8, shumë janë. Jo, ke lista e sigurt. Ke lista e sigurt janë shumë. E Tiranës, janë 4 janë, po 8 gra, po pra janë shumë, që po të janë shumë? Se the vetëm 8 janë gra. Jo, vetëm 8 janë gra, 4 janë burra, se se mbarova, dhe vetëm Irisi është një figurë që është bërë vetë. Unë gjithmonë e kam thënë këtë, ndoshta s'ka rastisur ta them këtu në këtë panel, por gjithmonë gratë e Partisë Socialiste janë produkte të Edi Ramës. Pak ke që janë arritur vetë në jetë dhe Partia Socialiste i ka marrë si aset. Shumica atyre janë rritur, ose ka nga Bashkia Tiranës, pastaj kanë shkuar në pushtet. Po Bashkia Tiranës nuk ose nga Kërcyvalle, kanë punuar dhe aty. Asë diskutoj që kanë punuar, por në përgjithësi do kanë qenë gjithmonë produkt i ambientit të Edi Ramës, të partisë, të institucioneve. Edhe do adia vetëm një gjë nga Irisin që është mund të, si të kanë pritur realisht, gratë, përveç se anës formale, etiketës edhe mikpritjes formale, aq më tepër që të jetë një grup grash që edhe vetëm njëra tjetër ne e dim shumë mirë si funksionon politika, nuk është se kanë një feeling, sepse dihet ku ka pushtet, ka dhe edhe ndasi, ka dhe ambicje. Edhe të vish tani me luk në brez në kuptimin figurativ të fjalës, pavarësisht se e thash që ti e bër vetë, por nuk e konceptojnë dot këtë, biles e xerojnë këtë fakt, të shikojnë si zgjedhje personale të Ramës dhe nuk të shikojnë si aset të Partisë Socialiste. Si të kanë pritur gratë e Partisë Socialiste, kupola? Shiko, unë një pjesë të zonjave që janë brenda Partisë Socialiste janë edhe me keshat mijat, kështu që nuk është se njofjen me to e kam tani për herë të parë. Me kesha e ke pasur kur nuk i cënojnë? Po, siç kanë pasur edhe gratë PD-s, po ashtu... Jemi fushata, kandidatët kanë... Po ashtu edhe gratë të PD-s me kesha. Dhe ti nuk është se arrin të kuptosh se çfarë mendojnë ato në të vërtetë, se kjo është... Me thënë, absolutisht e kam ndjerë veten totalisht mikpritur, por unë absolutisht e mendoj edhe them që shumë prej tyre mendojnë që në fakt duhet ishen ato në këtë vendin e Irisit, në këtë vendin e Erionit, do me thënë po flas për ne të dy që jemi prurje të reja brenda Partisë Socialiste. Edhe në fakt atë them, ja u them edhe me humor një pjesë që them, nuk kemi zënë unë dhe Erioni 500 vende këtu. Një vend kemi zënë neve, po na urrejnë 500 veta ndoshta. Do me thënë kjo është logjika. Nga ana tjetër unë do thoja që në fakt nuk është e vakët është në për televizione fushata. Po në terren nuk ka asnjë lloj lidhje me pjesën e të qenit i vakët, sepse duke qenë një betejë shumë e fortë dhe duke qenë veçanërisht një betejë e fortë edhe brenda llojit, praktike 2 luftra, do me thënë kur je në listë hapur, ke një luft brenda partisë tënde, se lufton se kush do marrë më shumë vota, ke edhe një luftë me kundërshtarët. Teksa e radhe ndahesh për një votë, pra çfarë është listë hapur, mund të jemi ndalë për një votë. Për këtë arsye unë nuk mendoj që në fakt fushata është e vakët. Është e vakët vetëm ka pikpamje mediatike, po ajo që ndodh në terren, edhe në të gjitha partitë, do me thënë, është me vërtet një fushatë, unë do thoja nga më të egrat që mund të ketë ndodhur ndonjëherë. Vërtet, është. Megjithatë ti me që
ti ke sigurisht temi ekspertizën tënde sa i përket komunikimit publik. Ajo që shohun, me që tjek e lista e sigur mund të flasim pak më lirshëm dhe për këtë temën dhe ajo që shikojnë sot në diskutimin publik është që për shkak të zotërisë, i cili po tregon që më në fund fare po i bindet ligjeve të natyrës, duke që zoti Rama, i cili është mësuar të ketë një replik të fortë me kundërshtarin, sidomos me zotin Berisha, duke që është gjendur her pas here bosh. Njëherë kapet me zotin Basha, pastaj kapet me Eli Vrenozin. Dhe nuk e di, her pas here nuk lë një shije shumë të mirë. Për shembull, pastaj, ai kërkoi ndjes për çështjen deklarimin e asaj që tha për autizmin politik, ku unë besoj që ishte ndjesë e sinqertë. Por ama ju drejtua meshkujve me një gjuhë caktuar që unë e kuptoj atë që thot ai që me zonjat, me gratë punohet shumë mirë, komunikohet shumë mirë, ata e njohin më mirë punën, janë më dedikuara. Meshkujt janë meshkuj, nuk kanë veçoritë ngjashme me gjithë meshkujt në gjithë botën, jo vetëm si janë meshkuj shqiptar të tillë. Por ti drejtohesh meshkujve, ti thuash gjysma, qyryk, ku ata kanë gjithë drejtën e votës dhe po të shikosh, ndoshta është dhe efekt TikTok, efekt dhe sociale, po ka një angazhim spontan të meshkujve, sidomos atyre që jetojnë jashtë, që ta deklarojnë votën e tyre kundër Partisë Socialiste. Ata ndoshta do të votonin kundër Partisë Socialiste. Mendoj që nuk mund të jenë votues që janë Partisë Demokratike. Por ka një irritim ku besoj unë, zoti Rama u fut në një debat pa nevojshëm, mendoj. Shiko, unë mendoj që gjithmonë ka pasur një debat jashtëzakonshëm dhe që është mbajtur nga dy figurat, pra Rama dhe Berisha. Dhe ne i dim shumë mirë gjithë fjalorin e të mërshëm që ka përdorur veçanërisht zoti Berisha edhe kundrejt zotit Rama. Do me të nduke ndërhyrë... Jo vetëm zoti Rama. Po flas tani veçanërisht ndaj... Vetëm tapësh, dhe po dje u drejtua grave socialiste, më falni juve, si të dashurat e Gaddafit, si fotigaret e Gaddafit, e tha dje. Po pra, po, e ka pasur, do me të e ka pasur Berisha këtë gjë gjithmonë, dhe si duket duke pasur një lobist Amerikan, i ka ullur tonet e asaj gjuhës absolutisht egër, se ju dini shumë mirë që ti i ke hyrë Ramës me grua, me ish grua, me djalë, me nën, me babë, do me thënë, nuk ke lën njeri pa anatamuar... E kam akoma dhe unë vrakat mbi kurrizin tim, shu që e kemi parësysh. Jo, tani po e them për publikun këtë gjë, do me thënë... Po publik mi ka bërë dhe mu, dhe ne e dim shumë mirë këtë diskur dhe nuk ka pasur kur asnjëherë asnjë gjuhë të këtij niveli Rama kundër Berishës, edhe për këtë jemi absolutisht dakord. Kështu që për këtë arsye unë mendoj që në thojza merita e Berishës që nuk po flet më me ato të tilla tone. Por ama duket që zoti Rama... Unë mendoj që Rama ka e para njëherë ka treguar me shifra se do me të nuk është puna vetëm të flasësh për gratë edhe të përpiqesh se kur ti po bën për gratë, në qoftë se gratë, kur ty t'jepet mundësia, nuk i vë në qeverisje, nuk i vë në lista, dhe Partia Socialiste e ka fakt këtë, në këto 12 vite, që ka pasur kabinete qeveritare, e para të OKB-s për angazhimin e fermave në pozicione drejtuese. Kurse zoti Berisha flet për gratë, por ama kur vjen fjala për t'i vendosur ato në lista, kur vendosi kryetarët e qarqeve përpara se të fillonte fushata zgjedhore, në 12 qarqet e vendit ishin 12 burra që drejtonin. Na thua se gratë nuk kanë asnjë vend në Partinë Demokratike. Dhe unë mendoj që zoti Rama luan pikërisht me këtë gjë që nuk e bën kundërshtari i tij. Megjithatë ju përmendën fjalën shifra, por nëse i referohesh shifrave i ris, në 2021 kanë votuar gati 900.000 burra dhe rreth 600.000 gra. Pra nëse i referohemi shifrave dhe rrim të shifrat, zoti Rama potencialisht ka lëshuar një kritik. Absolutisht, dhe kjo është gjë që po thoja. Të helmatisës, se edhe ai e ka gjuhën e fortë të ironisë dhe sarkazmës, ndaj një komuniteti që voton në numra më shumë se sa gratë. Shiko, unë mendoj që me këtë gjuhë që po përdor, Rama po përpiqet të motivoj sa më shumë gra që të shkojnë votime edhe të votojnë të majtën, sepse është pikërisht ky numër që juve sapo thatë, ndërkohë që dihet shumë mirë që gratë votojnë historikisht gjithmonë më shumë të majtën se sa të djathtën në Shqipëri. Me të gjitha shifrat, gjithmonë kjo është fakt. Edhe në përsondazhet që kryen tani, ato që ai mbështesin më shumë Partinë Socialiste janë gjithmonë gra, është gjinia femërore. Kështu që unë mendoj që ai po përpiqet motivoj pafund gratë në mënyrë që t'i sjellë ato në votime, aq më tepër duke pasur parasysh një pjesë e mirë e elektoratit shqiptar bën akoma votim familjar.
Ato që thot burri shkon bënde gruaja. Patjetër, Ndërkohë, ku është problemi? ke kutia e votimit, gruaja është vetëm, nuk është me burri, nuk do shkoj të votoj me gjithë burri në krah. Se është procesi i tillë që ty ta ndalon. Ajo që po bën Rama është që po përpiqet i motivoj sa më shumë këto gra, për t'i bërë që të dalin nga kjo pjesa e votimit familjar dhe për të votuar për ato që ato kanë qef për të votuar. Prisita? Unë mendoj që Rama ka bërë më shumë për PR, nuk besoj fare se burra shqiptarë do nxehen aq shumë 17 ditë përpara votimit, sa që Kjo është efekti pasiv, pra ati domethënë është Po, unë mendoj që ai fillon dhe po thoshte Rama bëhet burrat efekt shqiptarë zinxhir. janë dembe, nuk do linte mbresa dhe ne nuk do bisedonim këtu. Absolutisht. Fjala Qyryk e ka është thënë goditse. praktikisht. Jo, e ka thënë. Thjesht që Po mirë, fjala Qyryk është E ka shumë thënë, pra, goditse. po nuk, Të rëmbres, të trondit. po se Dembel mund të jemi, po kur i thotë edhe Qyryk, është çikarona. E vë në sedër. Po, Dhe patjetër. është thik me dy presa. Po ama në 11 maj, kur shkoj të votoj, asnjë burrë, asnjë grua nuk do mbaj mend Ramën që tha fjalën Qyryk dhe unë tani nga inati. Jo vetëm që është ftohur, por është kthyer më shumë si qesharak, si stimuluese. Është më tepër në pjesë humoristike. Unë jam e bindur që deri 11 maj do zbehet dhe asnjë, se ne di shumë mirë që shqiptarët harrojnë gjëra më të mëdha